Policia e shtetit ka nisur hetimet për një aktivitet të dyshuar të koordinuar në internet që linket me publikimin masiv të vlerësimeve negative ndaj bizneseve turistike në Shqipëri. Drejtori i përgjithshëm i policisë, Skënder Hita, tha se janë evidentuar mira llogarim aktivitet të dyshimt, të cilat dyshohen se kanë publikuar komente negative ndaj hoteleve, restoranteve e subjekteve të tjera. Gjatë ditëve të fundit, strukturat tona të luftës kundër krimeve kibernetike kanë evidentuar një aktivitet të dyshuar të koordinuar në platformat online, i cili konsiston në publikimin masiv të vlerësimeve, review dhe komenteve negative ndaj hoteleve, restoranteve dhe subjekteve të tjera që ushtrojnë aktivitet në sektorin e turizmit në Shqipëri. Krahas hetimit për sulmet e dyshuara kibernetike, Policia e shtetit ka bërë me dije se ka nisur zbatimin e planit të masave për garantimin e sigurisë gjatë sezonit turistik. Ndërkohë, jashtë ambienteve të policisë së shtetit është zhvilluar një protestë nga disa qytetarë e përfaqësues të bizneseve, të cilët kanë ngritur shqetësime lidhur me kontrollet e masat e marra ndaj subjekteve turistike. Turizmi është një sektor strategjik i ekonomisë kombëtare dhe një aset i rëndësishëm i imazhit ndërkombëtar të vendit tonë. Prandaj, çdo përpjekje organizuar për të manipuluar perceptimin publik, për të dëmtuar bizneset tona apo për të cënuar interesin ekonomik të vendit, do të trajtohen me prioritet maksimal nga Policia e shtetit. Policia deklaron se do të vijojë punën për garantimin e sigurisë gjatë sezonit turistik e mbrojtjen e interesave të bizneseve e qytetarëve.